njëri prej tyre më tha, kur tha dola në penzion, më thanë kolegët e mi, i lumi ti që po del. Dhe më thonë ti shpëtove. Po shka thënë, atje në vendin apo këtu? Para se me hynë emision. Zoti Zenel ka thona? Ma murë mendja. Gjë, nuk me një herë ajo fjallëm të ngëlloj për arsye se ndoshta dikush për para ndishim dhemshuri kur del ke një kolegë në pension, e tash... Dërsa tani relaksim. Po del dhe relaksim. Kjo do me thonë krejta ajo që po ndodhë në arsimin sot. Elona, për të mos marrë kohë se nga kanë betur edhe dy persona për me u njoftë me profesionin e tyre, do doja të di edhe rrugtimin tënd, pastaj për të kyqur kështu zyrtarisht në tema. Unë me profesion jam inxhinier ndërtimtarisë, edhe spontanisht jam kyq në arsim, po sot si bi pishponit për ato që ka ndodhur para 21 vjetëve, se me të vërtet për 21 vjetë rrugtim gjithmonë ka batica, zbatica. Po, në përgjithësi... Sidomos për një grua është një profesion shumë fisnor, nduket mua. Po, me të vërtet është edhe, si di, nështë ana, po thëmë, gjenerata tona na jemi rritë në ato që për neve ka qenë mësuesi shajt, pavarësisht çfarë niveli, po gjithmonë ka qenë mësuesi shajt edhe në çështë e ko marrë ato që profesioni, masi unë po filloj më marrë me profesionin e mësimtanë, se atëherë me të vërtet do të më marrë si ta tillë, edhe jom përkushtu për 21 vjetë, edhe jo me knaqshme, si me nxënësat që i kemi pas gjatë këti rrugtimit tim. Unë e di që na nuk kemi kalu dhe shqyrë për Zotit që s'kemi kalu në ato sfida që kanë kalu këta, po na kemi qenë nxënësa në atë periudhë kohore dhe dim qësh është me jetu. Me përjetu është përjetuar, por jo në mënyrën ose në pozitën e mësimdhënësit. Jo, normale është. Tash na kemi sfida, gjithmonë, çdo profesioni ka sfidat e veta, po mund po thëmë, është profesioni ma fisnik i mundshëm. Kështu e cilëson. Po. Se Bahate? Kisha dash më ndërlidh me gjithë mësuesit këtu që i kemi prezent, kur e treguam kohën e tyre, unë isha veç nxënësa dhe në kohën e bombardimit po atë ditë isha nxënësa e vitit të tretë. Aty për veten time e kam dhënë betimin se unë do të jem një mësuese e ardhshme e këtij kombit tim. Ka qenë përjetimet mëdhaja, gjitha ato që i kemi përjetu. Punoj në shtator të këtij vitit, i mbushim 22 vite në arsim, e cila jam kalit në mes të dy sistemeve. Kalova prej vite 99 që ishim në një sistem të mësimdhënies tradicionale dhe pastaj me njëherë u kyqa në trajnimet të ndryshme. Ka qenë një tranzicion kështu i menjëhershëm. I kapshëm, po ashtu dhe pastaj edhe me sistemin arsimor, me kurrikulat, me gjitha ato. Por që ke pasur fatin që ke qenë më e re, sepse i ke kap ma lehtë. Ishte një fat për mu që isha në sistem, do më thënë prej viti 2004 dhe shumë let i ka përdisha të gjitha dhe dojsha me u kalit se t'jesh një mësim se para nxënësve është një privilegj shumë i madh, është një profesion fisnik, bujar dhe është një përgjegjësi shumë e madhe. Të gjithë këta që tashmë ne e mbajmë ditarin në duar, asnjëherë nuk duhet të mendojmë se cilat janë sfidat. Sfidat duhet t'i kthejmë të gjitha në mundësi.